Pas afro 3 javësh mungesë, rreth 20 nxënës të klasës së 2 të shkollës fillore Zenel Hajdini në Prishtinë janë rikthyer në bankat shkollore. Ata nuk filluan mësimin me 1 shtator pasi prindërit kundërshtuan ndërrimin e mësuesës. Prindërit thonë se kërkesa e tyre mbetet e njëjtë dhe për realizimin e saj do të vazhdojnë të ndjekin rrugët ligjore por pa i dëmtuar fëmijët. Na kena me vazhdu prap me ankesa dhe me shkresat ndryshme, me dërgu te avokati i popullit, me këshirë sa po na thojnë edhe ata, edhe me vazhdu me procedura tjera që ato është të nevojshme. Gjatë kësaj kohe, thonë se u përballën me presion dhe kërcënime për padi nga drejtoresha e shkollës dhe nga drejtoria e arsimit në komunën e Prishtinës. Na nuk kena konë asë një artë pajtimit, asë nuk jena. Fëmini kena pru në shkollë me vendim tonin të përbashk, jo me vendim ose të tynëv që na kanë kërcënu pe drejtoreshës shkollës, drejtorisë të arsimit, inspektoriatit që na ka dhanë 3 ditë afat ose për ndrysh ngrepa di kundër neve. Derisa drejtoresha e shkollës nuk komentoi pretendimet e prindërve, drejtori i arsimit në komunën e Prishtinës Samir Shahini mohon se ndaj prindërve ka pasur ndonjë kërcënim. Asnjëherë nuk kemi diskutuar për çështjen e padisë, sepse në procedurë të rregullt, siç e përmenda edhe më parë, shkon njoftimi për qendrën për punë sociale, të cilët pastaj marrin përsipër ndërmjetësimin me prindër për të kuptuar arsyet e privimit nga shkollimi i obligueshëm që prindërit u kanë bërë fëmijëve të tyre. Dhe hapi fundit do të ishte kalimi i rastit, siç e thash, në polici. Drejtori i Qendrës për Punë Sociale në Prishtinë, Bajram Shala, tha për ATV nëpërmjet telefonit se me prindërit vetëm kanë biseduar për këtë çështje, por nuk është kompetencë e tyre të ndërhyjnë në rast.